Edhe pse të ndërgjegjshëm se procesi i legalizimeve është më tepër një çështje vullneti dhe dakordësie mes institucioneve, qeveria do ndryshojë sërish ligjin për legalizimin, por këtë herë për të detyruar institucionet përgjegjëse që të japin informacione dhe të bashkëveprojnë. Megjithse këtë takim bëjmë pikërisht për koordinimin e institucioneve, u duam gati 10 minuta se nuk arritëm të organizohemi midis nesh për të ardhur të gjithë institucionet në kohë. Trekon që i krijuar mes Agjencisë së Legalizimeve, asaj të kthimit të pronave dhe zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, krijuan një zvarritje të këtij procesi, i cili edhe sot pas më shumë se një dekade ende nuk ka marrë zgjidhje. Sot që flasim, janë 280.000 banorë që presin të legalizojnë pronën, ndërsa 90.000 prej tyre kanë paguar paratë dhe kanë vite që presin të marrin në dorë lejen e legalizimit. Kryeregjistruesi Ilirian Muho tha se janë të panumërta rastet kur Aluizni ka kërkuar verifikim për statusin juridik të një prone, por nga ana e ZRPP-ve nuk është kthyer asnjë përgjigje. Kemi iniciuar së fundi një projekt për të vendosur një komunikim online me njëri tjetrin, qoftë Aluizni, qoftë zyra e kthimit dhe kompensimit të pronave të marrin një informacionin në kohë reale. Pra duke pasur aksesin që ato të ndërhyjnë direkt në sistemin ton, do të marrin menjëherë atë informacion që kërkojnë lidhur me statusin juridik të asaj prone. Për kreun e Aluiznit, fajin kryesor në zvarritjen e këtij procesi e kanë institucionet. Gjyqe të shumta janë të hapura për shkak se Ministria e Ekonomisë ka bërë privatizime në një tokë ku ka një pronë në proces legalizimi. Gjitha këto reforma që duhet ishin të përkohshme dhe që janë kthyer në torturat përjetshme, që kanë penguar njëra tjetrën, që kanë zvarritur njëra tjetrën, por që në fund ata që kanë pësuar janë qytetarët. Pas disa ditëve, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Territorit do të çojë për miratim në qeveri një projekt ligj, i cili do të detyrojë institucionet të japin në kohë dhe brenda afateve të gjitha informacionet për Agjencinë e Legalizimeve dhe do të synojë shkurtimin e procedurave.